E të dashur miq, me kënaqësi më të madhe, unë do të ftoj sot një aktor I cili vjen nga Tetova, është një aktor I jashtëzakonisht I njohur nga të gjithë trevat shqiptare, meqense ka më shumë se 3 dekada që është në teatr, në shfaqje, me çmime nga më të ndryshme, interpretime të jashtëzakonshme, mund të themi që ndoshta mbi 30 role të ndryshme ka luajtur. Ai është Adrian Aziri, I cili vjen nga Tetova, që të jetë pjesë e emisionit tonë Weekend. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit tonë Weekend. Sa kënaqësi të kem sot. Edhe për herë të parë. Mund të uleni, të akomodoheni, të rahatoheni, sepse do të flasim gjëre gjatë për juve. Gjëre gjatë? Sa është e gjëre gjatë? Gjëre gjatë, ta rikthejmë 30 vite keni karierë. Do shta dhe më tepër. 30 vite... Për afërsisht, po. Për afërsisht. Aty afër jemi, po, afër 30 vite. Këto 30 vite nuk kanë shkuar edhe aq shkurt. Nuk kanë qenë ndoshta aq të shkurtëra, prandaj po them gjëre gjatë, sepse do e ristartojmë jetën tuaj nga fillimi I karrierës. T'ju them drejtën, kur e shoh biografinë time, kur e hap atë portofolin tim, tash shpejt edhe në teatrin e Tetovës, jam rezident I punësuar aty, edhe kam bë edhe profilin, portofolin e aktorëve, po gjithsesi e kam edhe privat, kur e kontrolloj atë edhe them sa shumë projekte, po them edhe si ikën vitet aq shpejt, a kupton? E mban mend fillimet, e mban mend ditën e parë kur ishe pjesë e teatrit, ose kur ishe pjesë e një shfaqjes? Në skenë jam ngjitur unë shumë më I ri, shumë më herë, sepse kam studiuar shkollën e ulët muzikës për fisharmonik, edhe jam përballur, do me thonë, me publikun direkt prej skenë, edhe kam qenë I përgatitur, them, paraprakisht. Sa ishte mosha? Po, kam qenë klasa e 4 shkollë fillore. Shumë I ri në edhe moshë. Paralelisht, po, isha edhe në shkollë të muzikës për fisharmonik. Natyrisht, çdo fund vit përgatitnim edhe koncerte, ku natyrisht duhet para publikut të jepet koncerti edhe me komision të vlerësohet. Pas asaj, sfida ime e radhës pas kryerjes së shkollës së ulët muzikës, kam marrë pjesë gjatë shkollës së mesme si amator në 2-3 projekte në Pallatin e Kulturës, atëherë në kuadër të shoqërisë Gjiladin Zekiri funksiononte edhe klubi I dramës. Edhe kam pasur fatin që u angazhova, kam luajt edhe pse me aktor amator të asaj kohe, tani disa edhe të ndjerë, të cilët shumë kanë qenë pika ime e dobët, ata kolegë, për shembull si një ndër kryesorët I ndjeri Shpend Postina, që nuk mundem t'ja haroj asnjëherë këshillat e tij, bile kur më ka pa herën e parë dhe para Refet Abazit, sepse ajo e bëri regjin atëherë të shfaqjes Beteja me 2 tela në Tetovë, edhe kur u paraqita unë, edhe pse Shpend Postina I ndjeri më njihte mua, tha shihe tha si John Wayne, tha duket, dhe për mu ishte ajo një par komplimenti, se edhe pse në moshë shumë të re, atëherë në shkollë të mesme, unë vetëm se kisha informata se kush është John Wayne, se në shtëpi jam I edukuar me shikimin e filmave kualitativ, që në moshën më të vogël, po. Që në moshë të hershme. Atëherë, kur unë gjitë në skemë për herë të parë, e mendove që do harish këtu ku jetani? T'ju them drejtën, kam pasur një farë vetë besimit çuditshëm për arsye se edhe përpos vazhdimit tim në Akademinë e Arteve, në studimet më konkret, gjatë zhvillimit, do me thënë në shkollën e mesme, shumica e shokëve sikur insistonin, Adrian, ti duhet vazhdosh për artin dramatik, për aktor, se ke prirje, je I aftë, se gjithmonë ndjeshin gazmor në shoqëri me mua. Çdo herë ju tregoja Barcoleta, dhe pse ka shumë dallim tregimi I Barcoletës me atë që ndodh në skenë, me krijimtarinë e një aktori. Por, t'ju them të drejtën, e kisha si një farë ngacmimi nga të dy anët, edhe kur u angazhova si aktor amator, krahas kolegëve që I përmenda si Shpend Postinën, Naim Kasapi, Miftar Ziberi, këto ishin trupa amatore e teatrit, studios, do me thënë, dramaturgjike, po.
ku kisha fjallën se shumë gjëra kam përthanë edhe tash nuk pe am për cjela, E jo. mendohet që do arije këtu ku je. Do me thënë, krahas asaj që kisha dy ngacmime. Vetbesimi juaj. Po, kisha dy ngacmime, edhe nga ana e shokëve të klasës, të gjeneratës në përgjithësi, se e njifshin Adrianin si funny boy, a i gazmori e kështu me radhë, edhe nga ana tjetër kur u angazhova si aktor me këto kolegët të tjerë, t'i them, gjithmonë më jepshin një farë vullneti, një farë shtytje, edhe më jepshin një farë mashtonin atë vetbesimin për unë të vazhdoj në artin dramatik. Do me thënë, vetbesimin e ke pasur që nga fëmijëria, mendon që luan rol vetbesimin tek njeriu për çdo arritje në jetë? Patjetër, besoj se te çdo artist, në qoftë se del në pah, do me thënë ai e nxjerr, e ka atë vetbesimin për të krijuar diçka, besoj se nuk do t'i mungoj suksesi. Mirë po kemi shumë raste ku mungon ajo, ka njerëz të cilët kanë trem, edhe nuk mundën ta ekspozojnë atë energji që e posedojnë në vete, edhe ajo mund të jetë handicap ndoshta për momenti, por më vonë dikur kur ato të vetëdijsohen edhe ju shpërthen. Edhe del në pah, po. Fillove qysh në klasën e 4. Në klasën e 4 me shkollën e muzikës. Me shkollën e muzikës. Kurse pastaj në shkollë të mesme jam angazhuar si aktor amator. Me 3 shfaqje. Kur ishe në klasën e 4, ishte një talent që ti e shprehja në shtëpi, ishte një dëshirë e jutja ti esh pjesa aktrimit, ke pasur familjar që kanë qenë, çka ka qenë shtytësa ajo që ti e shë vetën si aktor? Puna e aktrimit më vonë dolin pa, edhe u diskutua si temë, në fillim ishte dimension tjetër artistik, do me thënë aspekti muzikor për arsye se prindin, më konkret babin, e kam doajen të këngës shqipe, edhe natyrisht me ahengjet gjithmonë që kam qenë pranë ti, kur kam ndodho në shtëpi o në festa familjare, në përdasma, edhe natyrisht e kam trashëgu gjenin prej babit me punën e zarit, edhe duhet të them se gjithmonë kam qenë në rrethana muzikore, edhe ajo ka qenë një farë shtytje, pak edhe nga ana babit. Ti është më afër publikut. Edhe babi donte që unë të merrem me muzikë, po në ndërkohë pak më ndau aktrimi prej muzikës, po nuk do me thënë se nuk jam marrë edhe me muzikë, se këndoj edhe luj në fisharmonik, e kështu. Ke qenë shumë i ri, dhe në atë kohë, ndoshta nuk ka qenë edhe shumë e lehtë ti jesh pjesë e teatrit, ndoshta nuk ka qenë atë shumë, sikur tani më rinia që e kanë edhe shumë më të lehtë që të jenë pjesë në një filmin, në një shfaqje teatrale, me çka e ballafaquar si i ri? Cilat kanë qenë ato problemet kryesore? Unë i takoj gjeneratës së parë prej themelimit të Universitetit Shtetënor të Tetovës, natyrisht spektatorët shumica që i din ato që e din atë periudhë të atyre viteve kur u themelua universiteti, se ne vërtet kemi pasur shumë vështirësi të mëdha gjatë studimeve, sepse mësonim në për klasat ndryshme, mësonim me friga, me ankthe, çka më ndodhe. Nejse, ajo u kalu, ajo fazë, po t'ju them drejtën, unë ndoshta edhe kam pasur fat se konkretisht ajo puna e vetbesimit që thash, unë e nxora ata në pa, atë vetbesimin para me, para Adrianit, edhe shumë prej profesorëve atë e kanë vërejt atë energji, edhe të kthehem, do me thënë kisha fat që unë që në kohën kur isha student u angazhova në për shumë projekte, edhe t'ju them drejtën, unë personalisht nuk kam pasur vështirësi, se e kam dashur këtë punë, edhe jam përkushtu 100%. Si ka ndryshuar industria aktrimit për gjatë këtyre 2 dekadave? Industria aktrimit, industria e filmit, ndoni. Okej. E filmit apo? E aktrimit, filmit. E aktrimit. Se ju keni qenë pjesë edhe në film, edhe në aktrim. Kam qenë, po. Edhe në teatr. Po, kam projekte të shumta, projekte të ndryshme. Me çmime nga më të ndryshmet. Natyrisht ka shumë dallim, se bëjmë fjalë për dekad, 3 dekada, kur unë fillova studimet, edhe deri më tash natyrisht që ka evolu shumë industria
dhe ka ecë shumë përpara, industria e artit, në përgjithësi, sidomos industria e filmit. Ka qenë pak më ndryshe atëherë në atë kohë, edhe pse nuk ka mungu edhe atëherë kualiteti. Për shembull, unë në atë periudhë gjatë kohës së studimeve vit 3 në akademi kam marrur pjesë në film shumë të njohur edhe kam pasur nderin të marr pjesë me aktorë të Hollywoodit në filmin Dust nga Milcho Manchevski, ku aty ishin aktor Joseph Fiennes dhe David Wenham, janë yjet të Hollywoodit. Dhe unë, si di, kam pasur fatin që edhe jam shoqëruar me ata, kam ndejt bashkë. Edhe natyrisht kam marrë këshilla prej tyre. Të ka ndikuar këshillat e tyre? Gjithsesi kanë ndikuar, sepse mund ta imagjinojmë se çfarë përvoje mund të kenë ata në për skenat para kamerave të Hollywoodit, në krahasim me këtu tek ne. Edhe pse në vazhdimsi, në kontinuitet, unë kam qenë i angazhuar në për shumë filmat të ndryshëm, po duhet të them se hapi i parë imi ka qenë ai film dhe asnjëherë nuk mund ta harroj atë përvojë të parë në atë film. Cili ka qenë roli juaj më sfidues deri më tani? Për mua gjitha rolet kanë qenë sfiduese. Po ndonjëri ndoshta që ka disa prej tyre, një prej tyre është roli i quhet AA, është teksti Slavomir Mrozhek. Ai projekt është punuar me një produksion privat nga Tetova, themeluesi së cilës është Sabedin Selmani edhe Mirsat Iseini. Me atë shfaqje kemi arritur goxha sukses në Maqedoni edhe jashtë kufive këtu. Është një ndër rolet shumë që më kalon për shtypje, edhe pse ka edhe shumë role të tjera të cilat i kam realizuar në teatrin e Tetovës, po gjithashtu hapat e mia të para kanë qenë në teatrin shqiptar në Shkup. Jam shumë mirë njohës, falënderues për shumë kolegë që janë më të vjetër se unë, të cilët më kanë ndihmuar dhe kanë qenë si një shtytje që unë të arri këtu ku kam arritur deri tash. Po më trego se çka ju mban kaq të motivuar për pas kaq shumë viteve ende për të qenë këtë profesion? Po pasi e kam zgjedhur këtë rrugë, pasi e kam kryer akademinë për këtë profesion, natyrisht se do t'i qëndroj besnik deri në fund. Çka ju motivon kur e mendoni aktrimin? Çka ju motivon juve? Cili është qëllimi juaj në këtë profesion? Këtë periudhë mua më motivon djali im, e kam një djalë 6 vjeç. Me shëndet e jetë gjatë. Natyrisht krahas djalit edhe bashkëshortja, jemi një familje shumë e lumtur, edhe shumë jam i lumtur që djali gjenetikisht i ka të trashëguara do aftësi të babit. Okej. Do me thënë, nga mosha 6 vjeçare mund të vrejni që në të ardhmen mund të kemi edhe një yll tjetër në aktrim. Unë mund të vrej, po. Okej. Më ka ndodhur një rast shumë interesant derisa unë përgatisja një këngë për këtë. Është një show që mbahet në Maqedoni, spektatorët e dinë, glumësit e peat, aktorët këndojnë, kisha nderin që mora pjesë në 2 edicione. Edhe përgatisja një këngë, këndoja dhe natyrisht kishte shumë tekst aty. Dhe djali gjithkohës më kishte përcjellë se si unë përgatitëm për atë këngë, dhe një ditë kur bësha unë gabimet e teksti, vetëm djali më tha, babi, prit vetëm pak, a mund të tha unë të aprovoj dhe unë u habita. U habita djali kishte mësuar tekstin, vetëm nga përsëritja, po unë që e përsëritja tekstin. Atëherë, me të vërtet, këtu ka diçka. Pa. E keni provuar vetën në ndonjë industri tjetër, në ndonjë fushë tjetër post aktrimit? Ku tjetër do e shifshit vetën? Edhe në muzikë përmenda që jeni, po diku tjetër që është larg? Do me thëmë, para disa viteve jam munduar që krahas muzikës, me cilën jam marrë edhe vetë, kam dashur që kam pasur konkretisht një lokal 13 vite me radhë dhe ishte pak më ndryshe ai lokal, ishte jazz and blues, për ndryshe më prioritare ishte imponimi i këngës së vjetër qytetare tek rinia jonë, për arsye se Shundi dhe Tallavaja sikur filloi shumë të infektoi rinin ton,
edhe pse ajo është zhanr në vete, mos më kish kuptoj njerëzit që merren me atë frym të muzikës, ajo është, do të thonë, unë për shembull jam në tjetër zhanr, në tjetër kategori, edhe dua të them se jam munduar krahas lokalit që e hapa që të imponoj muzikë të mirëfill te rinia. E kam pasur lokalin në Tetov, kam pasur shumë muzikë nga gjithë bota, edhe ditës bile ka shumë shok, shumë të ri, shumë njerëz të cilët janë falënderues për punën, për imponimin që unë ua kam bërë atyre për muzikën, edhe ditës i dëgjojnë shumë prej atyre artistëve që unë kam qenë si referencë, për ta edhe natyrisht kanë vazhduar ato vetë që të zhvillojnë diapazonin e tyre me muzikë të mirë fill. Do me thënë në gastronomi. Nuk ka qenë gastronomi, ka pas gastronomi. Vitet e fundit, do me thënë 2 vitet e fundit, kisha edhe si një kuzhinë të vogël, po do me thënë nuk kishte ushqime e kështu gjara, ka qenë vetëm me pije. Okej. Do me thënë, nëse do të ishte aktrim aty, do të shihnim ty. Po më trego, ti ka qenë mësimi që ke marrë për gjatë gjithë këtyre viteve në skenë, por gjithashtu edhe para kamerave? Mësimi që kam marrë unë akoma jam duke mësuar, kështu që... Deri më tani, po flasim, se njeriu sa jeton, aq mëson. Po, kam mësuar shumë gjëra, kam mësuar si të silem para, do me thënë ato sjelljen bazë, elementare, që duhet të respektosh më të vjetrin. Tek profesioni ynë, do me thënë, duhet të respektosh para zgjithash ekipin ku je aty, të respektosh orarin e punës, të kesh disiplinë. Mendoj se e vërejtë se edhe këtu kur erdha në kohë, nuk duhesh të gjë. Mirë, po e vërejtë që edhe ne jemi në disiplinë, do me thënë edhe unë në kohë të mora. Është shumë me rëndësi korektësia ndaj kolegëve, ndaj ekipit, sepse gjithçka kushton. Se arti është një ndër shtyllat kryesore të njerëzimit. Një aktor mund të jetë ambasadori një shteti. Edhe kur ti merr me art dhe krijon diçka, duhet patjetër të jesh i përpik dhe i saktë. Më tregoni se cili është një ritual ose nuk e di diçka që është standardet e ju gjithmonë që përgatiteni para një shfaqje? Më herët dëgjoja muzikë, për shembull kur kisha premier, gjithë ditën merresha dëgjoja muzikë. Kurse ka pasur edhe shumë raste kur unë izolohem në ndonjë dhomë, edhe këndoj, po këndoj me zë pak më të ullët, po. Edhe këndoj, më liron ajo. Më liron dhe më largon pak nga ajo që... Nga stresi i përditshëm ose? Jo, nga stresi i procesit para prak që jam përgatitur, sepse ne, kur realizojmë ndonjë personazh, ndonjë rol, ne dalim, do me thënë, dalim nga vetja, ta themin thojza, po ne marrim karakteristikat e atij personazhit dhe i vendosim tek neve dhe ne dukemi sikur tjerë njerëz kur dalim në skenë. Okej, po më trego me qenë se keni pasur rola nga më të ndryshmet. Ka qenë ndonjë rol që e ke luajtur dhe e ke menduar sikur të me të vërtet ky njeri në jetën reale? Dhe cili ka qenë ai rol? Cili vest ka pëlqyer më shumë nga ai rol? Cili? Që s'te ka pëlqyer nga vetja dhe ke dashur ai njeri të jesh gjithmonë? Kam pasur rastin në Tetov, kemi punuar me regjizorin Kushtrim Bekteshi, me cilin kam punuar shumë projekte. Një ndër shfaqjet që më ka lënë njëjtë përshtypje, krahas asaj që e përmenda edhe më herët emigrantët, vdekja aksidentale e një anarkisti. Ajo është shfaqje që e realizuam në Tetov dhe është personazhi quhet I Çmenduri. Edhe ky është një ndër rolet, po. Që më ka lënë shumë përshtypje dhe gjithmonë e kam menduar që sikur në jetën reale të isha sikur ky personazh. Më trego se si e shihni evoluimin tuaj si aktor gjatë gjithë këtyre viteve dhe si jeni munduar që të përmirësoni performancën tuaj? Me ushtrime, me lehtësime dhe me këshilla nga profesorët, nga kolegët që u thash që u ceka më herët, ka shumë aktorë të cilët janë në moshë tash, më në moshë se unë natyrisht dhe më kanë ndihmuar shumë, kanë qenë si shtylla shtytse për mua, për me përparu në profesion. Mund t'i përmend janë aktori Bajrush Mjaku,
është Refet Abazi, është regjizori Slobodan Unkovski, e tjerë. Edhe shumë të tjerë. Më tregoni se si e keni balancuar jetën tuaj profesionale nga ajo... Private. Po, private, sepse e dim që aktrimi, për fat të mirë, për fat të keq, ndonjëherë edhe futesh ditën në teatr e dalë në natën. Thjesht nuk ka orar. E dim që nuk ka orar aktrimi. Ndonjëherë shfaqet zgjatin edhe më shumë se 12 orë. Norma ligjore ka, do me thënë edhe në teatr, po me gjithat për arsye se ne aktorët në përgjithësi jemi shumë ambicios, kur jemi në fazën e krijimit të diçkaje, neve edhe e harojmë kohën, do me thënë për neve në atë moment koha nuk ekziston. Përfundon. Edhe, si t'ju them, ai balansi ndërmjet kësaj jetës profesionale, artistike dhe asaj private, unë mendoj se shumica e njerëzve, aktorëve konkretisht, artistëve në përgjithësi duhet të kenë fat që njeriu në jetës, ato që kanë, do me thënë që kanë bashkëshort ose bashkëshorte, të jenë në frekuenca të njëjta dhe të kenë mirëkuptim për këtë punën, se vërtet profesioni i aktrimit është pak, jo pak, për shumë specifik. Ka ndodhur raste kur ne kemi qenë të detyruar të bëjmë prova pas mesnate edhe deri në mëngjes. Konkretisht, do me thënë, mua personalisht më ka ndodhur deri në 5 mëngjesit kemi punuar. Kështu, po do me thënë, duhet t'jenë shumë me fat ata që njeriu në jetës që e kanë zgjedhur të bashkëjetojnë. Janë tolerantë të mirëkuptueshëm në këtë. Tolerantë, mirëkuptueshëm edhe, po, unë personalisht nuk kam pasur asnjëherë ashtu lloj probleme. Kam qenë gjithmonë i mirëkuptuar, po natyrisht deri në sensin e masës. Po, se edhe ne aktorët kemi shpirt. Përveç se shpirti që duhet ta japim për profesionin. Normal, shumë e vërtet. Me qenë se ju e përmendet që jeni gjenerata e parë në studimet e juaja në Universitetin të Tetovës. Edhe tani më ka shumë vite që kemi Fakultetin e Arteve. Cila është ajo, si do t'i kishit motivuar të rinjt në fakt në këtë aspekt që ndoshta shohin në vështirësi në këtë drejtë? Cila do t'ishte ajo këshilla juaja për gjithë ata të rinj të cilët duan të jenë pjesë e teatrit dhe nuk e din për vështirësitë që kanë kaluar dikur aktorët tanë dhe ata tani më ndoshta e kanë edhe shumë lehtë për të qenë në këtë fushë. Si do t'i kishe motivuar ose këshilluar të gjithë ata të cilët duan të jenë por janë me dy mendje se ndoshta dhe nuk mund të jenë dhe suksesshëm ose ju pengon diçka, janë me dyshime? Në qoftë se duan të merren me këtë profesion, duhet sinqerisht të përkushtohen, do me thënë, shumicën e kohës ta përkushtojnë në lexim, në ushtrime, ju themi në aktrim në vitin e parë, ushtrime të thjeshta fizike, improvizime, duhet lexim sa më shumë edhe konsultime me njerëz të cilët kanë përvojë në këtë fushë, në rastin konkret, duke u këshilluar nga profesorët, mentorët që do t'i kenë në akademi, edhe të merret seriozisht kjo punë. Jo sikur, do me thënë, unë do bëhem aktor dhe do bëhem një djalosh që do më duan mua vajzat, do më shohin mua, do më marrin për reklama, për kështu gjana. Jo, do me thënë, duhet për kushtim më hakikat, ti themi, më popullor që po. Në qoftë se ai i ri apo e re do të vendosë që të merret me këtë profesion. Sepse ky profesion i aktorit është, mund të them, profesion i shenjtë, me vetë faktin që ti gjatë jetës do të përballesh me realizimin e personazheve të ndryshëm, do me thënë ti do të duhet të tjetërsohesh. Dhe ti atë tjetërsim që do e bësh, publiku duhet ta akceptojë, ta pranojë, ta thithë, ta absorbojë dhe në fund e jep rezultatin se ti a je ai që i ke përkushtu vëmendje gjatë studimeve aktrimit, apo jo, apo e ke humbur kohën kot. Sepse kemi edhe rastet cilët, tash mos të hyjmë tema më të thella, që jo çdo kush mund të jetë për në skenë, jo çdo kush mund të jetë për para kamerave. E dimi, jo vetëm profesionin tonë, po gjithandej.
diploma është vetëm një copë letër. Shumë e vërtet. Përvoja është ajo gjithçka që e bën. Në qoftë se ti nuk e don me shpirt atë punë që e bën, në qoftë se ti nuk përkushtohesh sa duhet, nuk të duhet ajo letra. Nuk të vlen, duhet të them. Shumë e vërtet. Keni marrë çmime nga më të ndryshmet, çmime të shumta. Më tregot të kam ngelur peng ndonjë çmim? Ose ke ndonjë synim që pse jo në të ardhmen? Dëgjoni, natyrisht synim. Kemi festivale të ndryshme nëpër Evropë ku unë shpresoj se me filmat të cilat kam marrë pjesë para 2 viteve mund të shkojnë nëpër festivale të tilla. Edhe pse jo edhe të dekorohen me çmime, me çmim, po natyrisht ne shumica e aktorëve si sfidë e kemi Hollywoodin, e kemi Cannesin, e kemi Berlinin, kemi festivalet to më të njohura që janë, edhe pse unë në asnjërin prej këtyre nuk kam qenë, përveç që kam qenë në festivalin e filmit në Sarajevo, ku edhe kisha premierë të filmit, me filmin Kill the Children First. Aty kam një rol, një ndër rolet kryesore është, dhe shpresoj se ai film në qoftë se del dikund nëpër festivale tjera, në qoftë se do ketë çmime dhe kategori për role, besoj se ndoshta mund të jetë interesante, mund të jetë në konkurrencë. Sipas kritikave që i kam dëgjuar, që kam lexuar, edhe që i kam pa vetë se jam habit, çfarë roli pas kam. Ju ndodh që e keni problem ta shihni veten pasi që xhironi filmin? Keni dëshirë që ta ndjekni? Jo, nuk e kam problem. Nuk e kam. Unë personalisht nuk e kam problem, po kam dëgjuar ka prej kolegëve të cilët thuan se nuk mund ta shohin veten. Nuk mund ta shoh, më pengon. Unë kam luftuar me atë, edhe dua ta shoh, edhe kur bëhet një punë e mirë, pavarësisht se jam unë në ekran e shoh veten, edhe unë kënaqem, krenohem me atë që e kam bërë. Më pëlqeu kjo definitivisht. Ta marr edhe unë këtë si një këshill të mirë, sepse njeriu duhet të krenohet me veten pavarësisht gjithçkaje. Edhe me të metat edhe me të mirat. Ashtu po. Tani çka po bëni momentalisht? Për momentin asgjë, punoj në Tetov, të teatrin e Tetovës, do me thënë jemi në prag, në fillim të një projektit, sepse sipas plan programit këtë vit duhet në teatrin e Tetovës të realizohen 3 projekte dhe është në prag fillimi i projektit të parë, ku shpresoj se do të jemi angazhuar, po nuk e di a kam të drejtë të zbuloj detajet për momentin, po gjithsesi nga mesi i prillit duhet filloj projekti i parë, që duhet realizuar në kuadër të platformës që duhet për vitin 2025. Unë ju uroj suksese atëherë edhe në këtë drejtim dhe me të vërtet ishte kënaqësi e jashtëzakonshme që ishit i ftuari im për ditën e sotshme. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, edhe shpresoj që ky emision t'ju zgjas sa jeta. Faleminderit shumë, shpresojmë edhe juve t'ju kemi në skenë edhe për shumë vite dhe pse jo në Hollywood e në skenat më të mëdha. Faleminderit. Të dashur miq, unë përderisa do përcjell mysafirin tim tani, do të shkëputemi me një pikë muzikore për të rikthyer më një herë me Sametin, i cili është duke na pritur së bashku me mysafirin e dytë për ditën e sotshme.